Hello miq, mirë se erdhët një tjetër vlogmas. Unë jam Romi dhe ky është vlogmasi day 13. Kemi arritur në gjysmën e këtij rrugtimi për këtë vit. Shpresoj që vlogjet ju kenë pëlqyer deri tani. Dhe sot kam vendosur të bëj diçka ndryshe, sepse po mundohem që çdo vlog të jetë ndryshe nga njëri tjetri, në mënyrë që të keni një varietet. Sot kam menduar që t'ju bëj një propozim, ide dhuratash, me vlerën 20 euro e poshtë, pra në 20 euro. Le ta quajmë budget friendly, sepse mendoj që nuk ka shumë rëndësi vlera monetare, por ka rëndësi më shumë mendimi dhe vlera afektive kur vjen puna tek dhuratat. Kështu që le të shohim nëse mund të gjeni inspirim nga propozimet që kam sot për ju. Kam këtu një të ftuar special që është gjithmonë këtu, Rio, që sapo ushtri. Hajde Rio, përshëndetje një herë, se të duan shumë edhe ty. Është një arush i vërtet. Propozimi i parë mund të duket ndoshta shumë si të vajti mendja, por që mendoj që është shumë i lezetshëm dhe do t'ju tregoj si më ka vajt mendja. Është një kornizë me një foto. Kam parë disa korniza të bukura tek Zara Home, po ja vendos këtu, janë kështu me linja silver të pastra ose perfekte për të vendosur Polaroidin. Por mund të gjeni edhe shumë herë më të lira në Sinsay, sepse isha dhe i pash. Por megjithatë unë për dhurat do veçoja këto të treja që i kam parë tek Zara, që janë diku tek 19 euro. Unë i kam parë sepse mendoja që disa nga familjarëve të mi t'ju dhuroja një foto që kanë të tyren me baton në kornizë. Tani e zbuluan dhuratën, sepse më duke një kujtim shumë i bukur, perfekt për Krishtlindje, dhe sepse ne kemi gjithmonë tendencën që të bëjmë shumë foto, por mos t'i printojmë, mos t'i kemi. Dhe kjo gjë më trishton pak, kështu që kam filluar gjithmonë të mendoj dhurata që lidhen me kujtimet që janë të prekshme, që i ke aty pranë, që i shikon. Më kam pas dhuruar për ditëlindje vjet kolegët në punë edhe një si tip foto e stampuar në një si plak guri, edhe ajo është shumë interesante, nuk e di se e kanë vlerën, por që në rast besoj se paka shumë tek ajo vlerë, besoj, jo nuk e di çfarë do jashta, por që edhe ajo mund të jetë një opsion tjetër, edhe pse në këtë rast për atë versionin në plak guguri nuk e di çmimin. Për ide shumë cute mund të jetë të dhuroni një disk vinil. Ka disa vende ku mund t'i bleni, është një dyqan Sound Station që shet edhe online, gjithashtu Soma Vinyl Station që ndodhet te Piramida, edhe ajo ofron një zgjedhje shumë, një gamë të gjerë. Edhe se jo të gjithë do kenë në shtëpi një record player ku vendoset vinili, nuk është problem sepse vinili është dhe pak si një pjesë arredimi për shtëpinë dhe një kujtim shumë i bukur, dhe madje më vonë pastaj mund ta shtysh personin që të blejë dhe atë record player që luan vinilin. Mund ta bleni dhe vintage, mund ta bleni të re, shikojeni vetë domethënë, por mua më duket një dhuratë shumë e personalizuar, sidomos një herë nëse lidhet me albume të veçanta dhe të vjetra. Ja, gjithandej del pak kjo fryma ime vintage, por mund të lidhet me një këngë të preferuar, me një artist të preferuar, ose me një domethënie të caktuar të një këngë. Varet, mund ta personalizoni ju si të keni dëshirë zgjedhjen e vinilit, por mendoj që mund të jetë shumë e mirë menduar si dhuratë dhe sigurisht me buxhetin siç folëm. Sigurisht ka vinilet kushtojnë kanë çmime të ndryshme, por një gamë e gjerë kushton në 20 euro. Sigurisht nuk mund të mungojnë bijut, dhe çfarë do këshilloja unë është një nga dyqanet ku unë kam bler shumë nga vathët që edhe më shihni që vendos, dhe
nuk nxihen, nuk prishen, ka një çmim diku tek 15-16 euro besoj se unë do t'i them çmime me hamendësi, nuk është se kam pyetur për çdo gjë nëpër dyqanet, por që ka disa opsione shumë të bukura dhe unaza, por unë do qëndroja shumë tek vathët, ka dhe spila, kush përdor spilat, por siç thash unë do qëndroja tek vathët, janë disa vath me gur jeshil që kanë dalë këtë sezon tani që mendoj që janë shumë të bukur. Ndërkohë unë po ju vendos disa modele, por në fund do mbetet pak dhe zgjedhja juaj dhe vinë me paketim, vinë me kutim për kace, pra janë të bukura edhe për t'u hapur dhe duket një dhuratë vërtet e bukur. Unë kam 2-3 vite që i kam këto vathë dhe akoma vazhdoj i vë çdo ditë dhe nuk ka ndryshuar fare. Dhe mendoj që mund të jetë shumë i lezetshëm si ide për negocat. Një termos uji mendoj që është një dhuratë shumë funksionale. Unë e kam bler vetë dhe e kam përdorur sidomos gjatë verës. Kjo ju çon që të pini sa më shumë ujë dhe të reduktoni pak konsumimin e plastikës, shisheve dhe të keni gjithmonë ujë të freskët ose të ngrohtë me vete, se varet nga skina. Unë e kam bler timen te Kana, po jo vendos këtu faqen, duke se është faqe shqiptare që e ka hapur vetë si brand, por keni edhe opsione të tjera nëpër dyqane. Thjesht unë po vendos ndonjë produkt të Kanës, unë e kam bler më duket diku tek 19 euro, nëse nuk mbaj mend se ka kaluar një vit, por pash që kishte oferta diku tek 15 euro dhe ka modele të ndryshme dhe shumë të lezetshme. Unë kam marrë atë formatin big ku vendoset edhe brenda një tip filtri për të vendosur pastaj fruta që lëshojnë shijen, aromën në ujë dhe bëhet pak edhe kështu si infusion ujë me shije frutash dhe që është si detox. Orio nuk është asnjëri, hajde. Ja luani shtëpis. Një kombo shumë e lezetshme dhe perfekte mund të jetë lip balm nga Ada Herbs me lapsat e buzëve nga Anais. Mund të dhuroni 2 lip balm me 2 lapsa buzësh. Unë kam këtu Strawberry Garden që është i preferuari im. Do ta kombinoja me lip balmin tjetër me mjalt dhe do shtoja 2 lapsa me nuancë tek natyralja të tokës për t'i kombinuar pastaj njëra me tjetrën, një me ngjyrë siç është kjo Strawberry Garden që kam vendosur unë dhe tjetra natyrale për ato që për rastet që nuk duan ngjyrë. Dhe mendoj që këto 4 produkte të bashkë do dukeshin shumë lezetshëm si dhuratë dhe pak a shumë shkojnë diku tek 20 euro të 4-ta bashkë, kështu që është dhe brenda buxhetit, përveç faktit që lip balmat janë shumë të mirë dhe mbrojnë dhe kjo me ngjyrë zëvendëson pak edhe buzëkuqin dhe lapsat e Anaisit janë waterproof dhe rrojnë shumë. Unë kam këtu 2 nuancat, por i kam zgjedhur kështu rastësisht, nuk është se i kam kombinuar bashkë. Keni dhe shije të tjera të lip balmit, është mandarina, është petale trëndafili, mjalt, më duket është dhe një me verë, po atë nuk e kam provuar asnjëherë. Unë do t'ju këshilloja siç ju thash këtë Strawberry Garden edhe atë me mjalt dhe 2 lapsa pastaj në bazë të zgjedhjes tuaj, por do zgjidhja kryesisht neutral në mënyrë që t'i kombinonit bashkë dhe do ishte perfekte. Një tjetër ide dhurate shumë cute, të cilët personat do e merrte gjithmonë me vete, janë mbajtësit e çelsave. Duket kështu si ide që thua çfarë është, por e dini që të gjithë kemi nevojë për mbajtëse të çelsës. Unë e shoh me veten time që i kam andej këndej dhe me baton dhe jam vënë vetë në kërkim të mbajtëseve të çelsave dhe kam gjetur disa shumë cute të Stradivarius, po ja vendos këtu, sidomos kjo me qenë më pëlqeu shumë. Pastaj keni disa të Guess që ja ishin me ulje që shkonin diku tek 19 euro. Mund të gjeni pastaj edhe në vende të tjera si Bershka, por unë do theksoja këto të Stradivariusit, më duket edhe te Parfait keni,
dhe këto të guestit. Flas për të ndetur tek buxheti. Pastaj nëse doni mbajtje Çelësash mbi buxhetin, keni dhe Swarovskin që i ka shumë të bukura. Harrova të përmend dhe mbajtjet e Çelësave të personalizuara, kush ka dëshirë që të lë një dedikim ose me foto, nuk e di, ka dyqane të caktuara, ka dhe vendet ku printojnë foto që bëjnë këto gjërat e personalizuara. Unë nuk kam bërë shumë gjërat e personalizuara dhe nuk i di mirë të vendet, por e di që ekzistojnë dhe këto vendet, sidomos që bëjnë printimet e fotove ose që bëjnë këto fotot në për materiale të ndryshme që u përmenda më përpara, dhe kjo mund të jetë një opsion i mirë. Një tjetër opsion mund të jetë shapkat për shtëpi, ato me lesh, me të veçanta, fluffy. Kam parë këto dy modelet tek HM-ja. Një palë i ngjan shumë aksave, kurse pala tjetër është më format balerin dhe më pëlqen shumë tonaliteti i kuqes. Kishte edhe në version leopardi dhe kushtonin diku tek 19 euro. Gjithashtu nëse doni me tarifa akoma dhe më të lira, pash disa shumë të bukura si tip leopardi, i pash tek Sinsay, gjithashtu keni dhe tek Lindex shumë të bukura, tani që më erdhi në mendje. Tek Lindex keni gjithashtu dhe aksesorë të tjerë si mbajtjet e Çelësave dhe aksesorët për t'u ngjitur çantës, nëse kërkoni pikërisht këto. Nuk mund të mungoj agenda. Për agenda varet shumë nga personi që jeni. Nëse pëlqen një agenda të thjeshta, keni tek Adrioni nga brendi Legami, që është brend italian dhe ka versione të ndryshme shumë të bukura, shumë fine, të thjeshta, nuk është se kanë diçka speciale dhe kushtojnë diku tek 19 euro, diçka e tillë. Pastaj është dhe Rea, që është një youtuber tjetër këtu që ka hapur mbi re. Ajo i ka pak agjendat më speciale, ku përfshin receta, thënie, me një dizajn pak më romantik, për vajzat që pëlqejnë pak gjërat më romantike, tek pinku, me lule të ndryshme, paterne të ndryshme. Nuk e di eksaktësisht sa kushtojnë, por besoj diku tek 20 euro nëse nuk gaboj, sepse mund të jetë plus minus diçka e tillë. Dhe ajo ka lançuar tani linjën e re, ndërkohë unë kam rion këtu poshtë, më falni që kërkon lëdhatime. Dhe ajo tani sapo ka lançuar linjën e re me 1 dhjetor më duket, për agjendat e reja të 2026 dhe këtë herë ndryshe nga vitet e tjera ka përfshirë edhe nga një recetë për çdo muaj. Kjo është për ato goca që i duan pak më të pasura agjendat, nuk i duan thjesht agjenda për të shkruar ose lëkure. Për këto të për këto stile, pastaj keni këtë, siç ju thash, Legamin. Pastaj nëse kërkoni diçka akoma dhe më ndryshe, mund të shikoni tek Tiger. Pra keni këto 3-4 opsione të ndryshme për të gjetur një zgjidhje. Agjenda është gjithmonë një dhuratë shumë e mirëpritur, besoj, për gjithë ne, sepse jemi gjithë kohës duke munduar të organizohemi sa më mirë me jetën, me gjërat dhe bëm punë. Kam zbuluar së fundmi një faqe Instagrami që ka dhe webin që quhet Fleta ime. Krijojnë libra të personalizuara me foto, tip albumesh fotosh, sikur tregojnë historinë, për shembull të një udhëtimi, të vitit ose të mamet me bebit, po i vendos këtu disa shembuj dhe më janë dukur shumë interesante. Këtë periudhë ato kanë ulje dhe kushtojnë diku tek 24 euro, pra është 4 euro ose 5 mbi buxhetin, ju kërkoj ndjes, por nga që më pëlqeu shumë si ide, mendova ta vendos. Edhe unë jam duke mbledhur fotografit dhe do porosis një për këtë vit dhe do ju tregoj se si duket, por gjithmonë në atë thelbin që nuk jemi duke printuar foto, që bëjmë shumë foto po harrojmë se çfarë kemi bërë, se çfarë kemi kaluar. Dhe kur isha tek vllai e hap albumet dhe thash shikoj sa mirë kemi kisha albumet e ekskursioneve, e udhëtimeve, të verës, kur ishin vegjël. Dhe kjo gjë më la pak
ndjesinë e keqe që ne nuk jemi duke bërë më këto gjëra tani, pra nuk bëjmë asgjë të prekshme, po zhduket çdo gjë si gazeta, revista, libri, fotoja, sepse jemi gjithkohës online. Dhe kam dëshirë që t'ja bëj dhe Batos, kështu që mendova që të bëj këtu një porosi dhe gjithashtu mendoj që është një dhuratë shumë e lezetshme për t'ju bërë të dashurit, burrit, kujdo shoqës së ngushtë, vëllait, kujdo, mund të jetë një dhuratë shumë e lezetshme me një buxhet shumë të mirë. Ashtu tek webi, fleta ime është që ti mund ta personalizoje vetë dhe të zgjidhje vetë gjërat siç i doje, kopertinën ose modelet e ndryshme, gjithashtu ofronin edhe printime të fotove në bazë të kërkesës që keni dhe fakti që mund ta bëje vetë aty pa ndetur shumë duke thënë jo ma prit, jo ma bë, më duket shumë interesante sepse nuk lodhesh, shkon aty direkt në web, dërgon fotot edhe mbaron punë. Nuk mund të mungonte një qiri, po në këtë rast do jetë një qiri 100% me dyll blete, sepse është ai më i sigurti dhe nuk lëshon kimikate dhe unë do vendos këtu disa faqe që kam parë, nuk kam porositur vetë, por që më janë dukur shumë interesante. Njëra është dritë e artë dhe krijimet janë shumë të lezetshme. Kisha nxjerrë dhe Kirby, po Kirby pas ka shumë kohë pa postuar dhe mendoj që nuk janë duke operuar më dhe më vjen shumë keq kur këto nisma të vogla handmade nuk vazhdojnë më. Dhe një faqja e fundit, por jo më pak e rëndësishme, shumë të bukura, hojëzat dhe sekreti i flakës. Nga sekreti i flakës un kam këto që jend këtu dhe janë shumë të bukur. I bën një vajzë nga Elbasani nëse se mbaj mend gabim dhe unë kam pasakuar para shumë vitesh dhe vazhdon akoma punon dhe punimet i ka shumë të bukura. Kështu që shikojeni cila faqe, cili vend ju duket më interesant për të porositur edhe në bazë të çmimeve, sepse jo çdo qirin ka të njëjtin çmim dhe mund të zgjidhni gjithashtu edhe të personalizuar në bazë të formës dhe madhësisë që ju intereson më shumë të dhuroni. Sigurisht nuk mund të mungoj libri si dhuratë, si për të mëdhenjt ashtu dhe për të vegjëlit. Në Tiger keni disa libra shumë interesant me stickers, mi keni parë këtu edhe me Bato, ne na i kanë dhëruar. Gjithashtu ju kam këshilluar në Instagram libra të ndryshëm, për sa i përket fëmijëve, është shumë interesant ndaj seti me libra të vegjël që kam, biblioteka ime e parë që quhet, dhe nuk kanë një çmim të lartë dhe është shumë interesant sepse librat janë të vegjël, ka lloje të ndryshme brenda në një set edhe fëmia mund të luajë, mund t'i marrë vetë, të lexojë, janë shumë interesante, i keni parë shpeshherë tek Bato dhe tjetër mund të jetë ky version si dhuratë, së bashku me librit mund të dhuroni dhe një shenjë të faqes. Unë kam këtë që ma kanë dhuruar me B, ma ka dhuruar Ola, by the way, edhe shikojeni, shumë i bukur, dhe libri bashkë me shënjuesin e librit mund të shkojnë diku tek 20 euro. Mund të dhuroni shërbëtore nëse doni libra pak më të lehtë, mund të dhuroni libra në shqip, për shembull kanë dalë tani, unë bleva atë të Artan Fugës, murgu, por keni dhe shumë libra të tjerë interesant në shqip, madje unë do ju këshilloja shumë që të dhuronit një libër në shqip, pastaj keni ato klasikët, por shqiptar, por unë do ju këshilloja romanet që janë të viteve të fundit për të suportuar edhe shkrimtarët që janë të rinj. Të rinj flas që janë duke operuar vitet e fundit, se ndoshta ato mërmosh nuk janë të rinj. Edhe këto ndarset e librit i gjeni besoj tek Adrioni, po përveç Adrionit keni dhe librari të tjera, ose mund të dhuroni dhe një set librash që janë vintage, që i bleni të përdorura, nuk ka asgjë të keqe, me dedikim, e specifikoni. Unë për shembull i kam shumë qef librat e vjetër dhe kam disa këtu. Mendoj që libri është gjithmonë një dhuratë e bukur, sido që të jetë si e re ashtu dhe vintage. Duke ndetur tek vintage, mund të shkoni edhe në dyqanet që shesin që kanë keramika,
mobilje të përdorura, jo të gjithë i kanë të lira çmimet, sepse tani edhe në Shqipëri kanë filluar të bëhen pak si shtetit këto me mobilje antike vintage, por kanë sete të bukura filxhanash ose pjatash ose ndonjë kornizë. Tani nuk i di tamam çmimet se siç thash janë rritur, por edhe tek tregu Dinamo ku ndodhet ai tregu me thrift, keni disa pika që shesin gjëra për shtëpi vintage dhe gjeni me buxhet diku tek 20 euro. Nëse keni njerëz që kanë shumë dëshirë dhe adhurojnë gjërat vintage, thrift të vjetra. Flas për gjëra të veçanta, nuk jam duke folur pastaj për gjëra që i gjejmë. Duke folur për filxhana, është shumë bukur të dhuroni dhe këto filxhanat me ceramik që janë bërë tani për çaj ose për kafe. Unë do nxjerr këtu Ladies Ceramics, që është një faqe që unë ndjek, nuk është se kam porositur ndonjëherë, por më pëlqen shumë se si ja realizojnë dhe mendoj që mund të jetë diçka shumë e bukur. Ndoshta mund të ju lejojnë edhe personalizimin, ndoshta me shkronjën brenda ose anash ose emrin. Janë detaje shumë të vogla, por shumë cute dhe gjithashtu suportoni edhe bizneset e vogla që, siç thash edhe më përpara, në këto periudha ndoshta e kanë akoma dhe më të vështirë të ecin përpara, se nuk është e lehtë të mbash një biznes të vogël, handmade, të merresh me marketingun, të kesh buxhet për të gjitha gjërat, është pak e vështirë, prandaj është shumë e rëndësishme që edhe ne ti suportojmë. Jam e sigurt që edhe në qendër do ketë disa si tip tregje të vogla artizanale, ndoshta mund të bëni një xhiro edhe aty ku ka shpesh kështu të qeramikës dhe mund të shikoni dhurata të vogla me buxhetin e caktuar dhe mund të zgjidhni drejt për drejt prodhimet aty. Këtë faqen që quhet Kapapi Bags dhe që prodhon çanta në formate të ndryshme për make-up, për stylolapsa ndroshta, covers të ndryshme, janë të gjitha handmade, janë shumë cute, janë pak si tip Pinteresti dhe mendoj që për vajzat mund të jetë një ide dhurate shumë e lezetshme. Këtu ju kam vendosur faqen, nuk e di eksaktësisht se cili format është i përshtatshëm për buxhetin ton, por kam përshtypjen që diçka mund të gjendet, sidomos nëse jeni duke kërkuar handmade, sepse sigurisht ka edhe në Temu nëse doni, që kam pak a shumë të njëjtën stil, por nuk janë të bëra me dorë si në këtë rast dhe nuk jeni duke suportuar një biznes të vogël. Një tjetër ide shumë e lezetshme për vajzat që kujdesen shumë për lëkurën, për flokët, është dhurimi i një këllefi jasteku në silk. Është kjo self-care by Exona, diçka e tillë dhe është një influencer e Kosovës dhe ka hapur një brand të vetin dhe më duket se shet edhe sete me klëf silk. Ka gjithashtu edhe faqe që merren me skincare që sjellin klëfa silk për jastëkun. Është perfekt nëse doni të dhuroni një vajze që kujdeset shumë për lëkurën, që është e fiksuar me skincare-in, me flokët, është perfekt. Personat që janë pak më old style të quhen, që janë për personat që janë pak më melankolik për kohën e vjetër, tek Adrioni kishte kalendar muri shumë të bukura, kishte me pikturat e Klintit, kishte me filma vizatimor të ndryshëm, kishte në formate të mëdhaja, në formate më të holla, diku tek buxheti që po flasim gjithmonë dhe ishin shumë interesante si për të vendosur në dhomë, në zyrë, si për fëmijët. Është një dhuratë pak old style, por mendoj që është shumë e lezetshme, se nëse vini re pas një tot vitesh, rikthehen gjërat. Viti 2026 do jetë viti analogut, janë duke u kthyer iPodët, se thash iPadët, iPodët, ato që përdornin për të dëgjuar muzikë, nuk e di nëse e mbani mend. Janë kthyer kamerat e vjetra, janë kthyer kufjet me tel, pra do ne e kthejmë kokën mbrapsht, rikthehen si një cikël, rikthehen gjërat.
Duke folur për analog dhe për fotografi, mund të gjeni gjithashtu tek të përdorat, kamera fotografike, digjitale, e kështu me radhë të vjetra. Duhet keni pak fat që t'i gjeni të lezetshme që funksionojnë akoma, dhe nga ana tjetër edhe me çmimet, se sigurisht edhe te këto vintage, thrift, gabi, quani si të doni, edhe këto kanë filluar i kanë rritur shumë çmimet, kështu që jo gjithmonë arrihet, po për shembull ka qenë ai tregu në Prishtinë ku shkoj për Fush Kosovë, se mbaj mend si quhej, dhe aty gjeje shumë kështu nga këto siç po thoja në Prishtinë te ky si treg që bëhet të dielën më duket. Unë e mbaj mend nga ca postime në TikTok kishte shumë nga këto aparatet fotografik. Kurse këtu në Tiranë kanë filluar i marrin disa dyqane që shesin vintage dhe shesin pak shtrenjtë, por ndoshta në këto tregjet e gabit mund të gjehet diçka interesante për ato të apasionuarit për foto dhe që koleksionojnë aparate fotografike. Unë për shembull kam disa që nuk punojnë, por i mbaj. Njërën që e ruaj e kam që në kohën kur kam qenë në gjimnaz, që faktikisht ka qenë në tezës time, e ka pas marrë në Greqi dhe unë e merja e përdorja dhe pastaj si përfundime e gjeta tek vllai dhe i thash vllait, a mund t'i marrëm këto të dyja, dhe i ruaj. Staj, nëse asnjë nga këto propozimet nuk ju pëlqeu, nuk e dini se ç'a të dhuroni, nuk jeni në mëdyshje e kështu me radhë, fatmirësisht janë hapur tani disa dyqane që janë budget friendly dhe ju japin disa opsione. Tigeri, që për shembull ka shumë gjëra interesante të veçanta me këtë buxhet, ka lojra, ka mbajtëse celularësh, ka mbajtëse bijush, agenda, gjëra shumë të ndryshme me një vlerë jo të lartë, tek 20 euro, dhe me këtë mund të zgjidhni edhe në bazë të preferencës së personit. Gjithashtu unë zbulova Sinsay këtë javë, edhe aty kishit realisht shumë llojshmëri gjërash për gustot e ndryshme që mund ketë personi, për gustot të ndryshme, i përmëta kornizat, keni qërinjt atje, gjithashtu keni filxhana të ndryshëm, pjata të ndryshëm, organizues, Hekri më tha që kishte edhe gjëra të tjera, lodra për fëmijë, druri, por unë këtë aspektin nuk e pa shumë dhe këtu nuk jemi duke folur shumë për dhurata për fëmijë, sepse siç e pat kisha zgjedhur më shumë lidhur me dhuratat që do i bëjmë njëri tjetrit ne të mëdhenjt, se po të futemi te dhuratat për fëmijë, pastaj hapet një kapitull i gjerë dhe i gjatë, por nëse doni edhe një video ku unë t'ju tregoj disa ide në bazë të grup moshave, faktikisht në bazë të grupit të muajve, sepse nga 0-6, nga 6-12 e kështu me radhë, më thoni, më komentoni dhe sigurisht do t'ju jap dhe një listë produktesh që mendoj që mund t'jenë shumë interesante si dhuratë fëmijëve, nipërve, mbesave dhe kështu me radhë, edhe pse unë gjithmonë preferoj që të jenë gjëra pak më kreative, me të cilën mund të përfshihni dhe ju me fëmijën, por ka dhe dhurata interesante që mund të bëhen që ju duhen pastaj dhe në long term. Se shpesh kemi tendencë të dhurojmë diçka që na duket e bukur, shumë estetike, shumë Pinterest, por që në fund nuk përdoret fare dhe ngelet aty. Shpresoj që të keni gjetur një spunto në një nga këto idet që ju thash, shpresoj që kjo video t'ju vi në ndihmë sadopak. Siç ju thash, nëse dëshironi ndonjë video tjetër me dhurata, me buxhet tjetër më të madh, ose doni dhuratat ide për fëmijët, më komentoni poshtë. Unë gjithashtu një nga këto ditë do dal që të bëj dhuratat për Krishtlindjen dhe do ju marr me vete sigurisht, por që nëse keni ndonjë kërkesë specifike, unë mbetem e hapur, mjafton të komentoni. E thënë kjo, unë ju përshëndes. Faleminderit që më keni ndjekur deri tani. Mos harroni të bëni like, subscribe, të komentoni. Në këtë mënyrë më suportoni dhe unë kuptoj çfarë ju pëlqen më shumë dhe çfarë ju pëlqen më pak, dhe bëni të mundur që ky kanal të eci përpara. Gjithashtu mos harroni të merrni pjesë në giveaway. Unë po e them disa herë gati çdo video se dua që të keni mundësinë sa më shumë nga ju që të fitojnë. Dhe e thënë kjo, unë ju përshëndes. Natën e mirë.